Në Gjakov kemi ardhur më saktësisht në fshatin Molliq të kësaj komune, me që ka qenë zotri Muharremi që ka adresuar disa shqetësime për fshatin ku ai jeton. Se çka më shumë do të na tregoj vetë zotri Muharremi, i cili tashmë është këtu bashkë me mua. Faleminderit edhe një herë për kohën dhe hapësirën e nderuar që ndave për ne dhe emisionin ton. Unë e bëra një hyrje në lidhje me ankesat shqetësime që ti ke adresuar përmes telefonit në fol me Arin, nëse ke mundësi të na flasësh pak më gjatë për secilën prej tyre. Faleminderit edhe për që keni ardhur, Unë kam marrë në telefon Arin, i kemi do shqetësime këtu në fshat ka shqetësime plot, po ma prioritet është ndryshimi i fshatit, do të thotë që 2 vjet janë bo shtyllat e reja, kablet e reja, po ndryshimi që 2 vjet e sa nuk kemi ndryshim hiç, do të thonë, i kanë ndodhur edhe një sort të ri, atëherë si prioritet tjetër në fshat këtu kemi edhe ujnat e zeza. Ato janë mase katastrofët. Po ndryshimi, s'po folim më për ndryshim, se po dihet ai mramje, fëmija që vinë për shkolle, në terë, fshat më ka. Sigurisht që bëhet pak më e vështirë tash në kohën e dimrit edhe ndrimi i orës e sfidon këtë pjesë më shumë. Se me konë verë sa pet koha është më gjatë, domethënë, nuk asë, ama që tash koha e dimrit është shumë më të merr për fëmijët, për moshurit e për gjithë, për me bo lëvizje këtu në fshat. Sa ka qenë, po themi kështu, komuna e gatshme për bashkëpunim me qytetarët, ose po themi kështu pak më mirë me i pranu ankesat e juaja nëse veç keni adresuar ankesën në komunë e Gjakovës? Unë faktikisht s'kom ndryshu, asë ankesën në komunë nuk e kom qu. Po janë këtu njerëzit që kanë qu ankesa, do të thotë për ndryqimin zakonisht edhe për ujnat e zeza. Unë faktikisht s'kom qu, po e kom pa një ditë emisionin për ankesa dhe kom marrë. Faleminderit ju që keni ardhur, keni gjetë kohën e ardhur. Na për veti, faktikisht në komunë s'kom qua ankesë. Komunja din paka shumë për ujnat e zeza dhe për ndryqimin e fshatit. Ato i din, nuk kam shka me jasi se janë ndioni. Po nga bashkëfshatarët e tu, nga ato që ke dëgjuar informacionet, po themi, sa mendon ose sa ke dieni që kryetari i ka marrë parasysh edhe është duke punu ose ka diçka që është duke u bën këtë proces? Ndryqim, unë sa kom marrë informata që i kom pa nëpërmjet media, do të thonë kompjuteratër, kanë thonë që do të qitet në tender. Tash unë nuk e di kur qitet në tender, që qitet në tender, çfarë duhet me apliku për tender. E ka kupton. Atëherë unë faktikisht kom thirrë juve edhe faleminderit nuk keni përgjigje një ardh. Ju jeni ata që më tepër. Që sa kohë është një gjendje tillë, qoftë me ujrat e zeza, por edhe me mungesën e ndryshimit? Ujrat e zeza me stfoli për mas lufte, domethënë, është ujrat e zeza. Edhe ndryqimi është që 2 vjet e gjys që janë bërë shtyllat e reja, janë qit njësor të ri, kablat e reja, edhe s'ka drita. E përmendë që tirashi me ujrat e zeza është ekson qysh prej kohës pas luftës, me thonë. Asnjë nga qeverisit e kaluara, qoftë edhe të partive tjera, apo edhe vetash kryetari që i ka kaluar dhe këto 2 mandate, po themi, nuk e ka rregullu si problem? Ato kanë qenë pej mas lufte, secili kryetar që ka ardhur ka premtuar, domethënë ka thonë që në prioritet është ujnat e zeza, dhe faktikisht s'është bërë kurrë hiç. Domethënë krejt fshatit dellën që të lumin qëto. Kjo, parsisht është burimi atje brela që vjen ka njerë e pastrojnë ato, se mësë më arë 2-3 ditë, do më thonë këndërmimi të mytë era. Se cili fshat e ka në toaletin, gjithë në ujnë të zedhe, gjithë aty e kanë. Në rast se komuna edhe për kaq kohë sa ka mbejtë deri në zgjedhjet e tetorit, nuk ndërmerr diçka për me rregullu si telash, qoftë ndriçimin, qoftë ujrat e zeza, çka keni me ndërmarr ju si banor të fshatit Molliq? Po unë nuk e di shka me ndërmarë. Ankesa kemi pas, apet kemi bo ankesa të ju, në për media tjera, nuk e di shka kemi me bo të shka. Kish me qenë, po themi kështu dhe një peticion, apo dhe një protest, si opcion për zgjidhje pak më të shpejt? Peticion, qëtash po i bëjmë një peticion, edhe pse jam vetëm këtu, adin qëtash ti po, mjaft është, do më thonë prej 2000-ës, pej mas luftës, s'ka asisan, veç premtime dhe s'ka ku gjo, fjallë të kohët, asisan tjetër. Kjo asfalti që jo bo, kjo asfalti, kjo bo me vetë kontribut qytetarëve, të më thonë të fshatarëve, jo qytetarëve. Komunja s'ka investu. Komunja ka investu në rrugë lokale, të më thonë gjysore që janë pe rrugës kryesore në për mahalla, që shme thonë. Cili ka qenë investimi fundit që e ka bo kryetari aktual pra Ardian Gjini në fshatin tuaj? Ardian Gjini që e ka bo? Veç pak. Po e bëj edhe njerë që të pytja.
Cili ka qenë investimi i fundit që e ka bëu kryetari aktual pra i Gjakovës Ardian Gjini në fshatin tuaj, fshatin Molleq? Investimi i fundit që ka bërë Ardian Gjini ka bërë qëto rrugë që po të thëmë lidhjet rrugë kryesore, gjysore në për fshat, në për lagje, do të thonë ka asishne. Unë nuk e di që ka bërë diçka tjetër. Po investimi i fundit kështu ose edhe në mandatin e kaluam ka qenë apo këtë mandat? Ja, edhe në qëtë mandatin që tash i ka bërë qëto, se në mandatin e kaluam s'ka qenë, gjëja që ka pas një pretendim që duhet me konë rrugë jo private, por rrugë, do më thonë, që shkjën ato komunale. Edhe atë që tash ka ato e ndalë edhe jenë marru që ato rrugë që po të thëmë. Ndjeni të zhgënym nga ky mandat i kryetarit aktual për Ardian Gjinin, nga ajo sa ka punu se sa s'ka punu, si e vlerëson si qytetar? Une për ata që ka punu Ardian Gjini, nuk thëmë që s'ka punu, ka punu mjaftë. Për ato ku ka mujtë e asi, ku ka premtu koha. Po për në fshat temin, s'ka punu asi gjonë përveç ato rrugë që ka bo. As ujnë e dzeza, as ndreqim. Se a i ka investu në qytet atje me asfalt, me rrugë, me trotare, me sheshe, do më thonë me lulishta me ato, po për në fshat s'ka bo asi gjonë. Në fshat Molleqin. Gjitha fshat në tjera janë të ndrequne. Pse mendon që ka një shkak, një arsye pse ndodhi diçka e tilla? Nuk e di, nuk smuj më thonë kur gjo, që diçka ka prej nati personale, po ato nuk smuna mi thonë mi cek, se është gjuna mi cek, kur nuk e dinë për shkak. Keni edhe të lashe tjera këtu në fshatin e juja, apo do më thonë që hasni edhe shqetësime tjera të qoftë me pjesën e po themi ujit, mungesën e ujit, ose se ka të lashe në emisionin Folmeari, ka dikush që ankohet po themi kështu prej komunës së Gjakovës që marri mankesa edhe për mungesë të ujit. Na për ujin kemi zgjedhë, një kohë mas luftës kanë investuar një fshat zisrane edhe ka pas bo ujin me pijesh. Po tash me kyqen e Redëniqit, do më thonë kjo pjesë, kjo 3 reka keqe që përfshin deri në Koronicë atje, edhe andaj ka lugi andaj, për ujt pijes nuk kemi problem, është çdo gjë në rregull, ka investu kryetari, tash ka bo kryetari, kush e ka bo nuk e di, po është investimi i komunës. Po ujë kemi. Faleminderit shumë për kohën dhe hapësirën zotëri Muharrem, nëse unë kam marrë me të pyetje çka ti ke për të çtu lirisht. Faleminderit edhe juve që keni ardhur e ju përshëndes gjitha të mirat. Faleminderit shumë. Sigurisht që si emision Folmearin edhe në gjashëm do të veprojmë edhe këto në Molleq, ku do të mundohemi për të marrë një përgjigje nga komuna e Gjakovës se në çfarë procesi është pjesa e ndriçimit, por edhe e kanalizimit, ndërsa kujtojmë këtu në intervistën që kemi pasur me kryetarin Ardian Gjini, i cili ka thënë se në rast se merr edhe një mandat tjetër në komunën e Gjakovës, pjesën e kanalizimit ka me rregullu për krejt Gjakovën, qoftë në qytet, qoftë në fshat, por që sigurisht se do të mundohemi për një përgjigje dhe një zgjidhje për të parë se në çfarë procesi është krejt kjo punë, kjo çështje e ndriçimit dhe ujrave të zeza këtu në këtë fshat. Shëndet dhe çdo të mirë juve. Jemi nesër. Faleminderit Blerinës, falenderojmë edhe bashkëqytetarin nga fshati Molleq, i cili ishte gatshëm pra për të pronësuar për neve ka të bëjë pra me një situatë jo të mirë në këtë fshat, i cili nga backgroundi duket që është si çdo fshat rrofshën e Dugaxhinit edhe në Kosovë shumë i bukur. Po prash, mire the Ari, fshatrat e Gjakovës janë shumë të bukur. Rrofshi i Dugaxhinit është fenomenal, po. Është fenomenal. Edhe di që gjatë dimrit kena shkuar për Krishtlindje në për disa të fshatra shumë bukur. S'na ke marrë mu e Blerinës veç hajtë të folet. Edhe kena pas me Blerinën me shku në Doblibar, Tazhin, edhe këto fshatrat ku zbuturo. Bishtashin një kon, po. Bishtashin një kon, po nëse s'gabaj. Po, Bishtashin një kon e di, big up Kronit të Begit dhe këtyve edhe Milotit, cili e ka organizuar të tërë. Se shkojna unë e Blerina tani është e jo. Mirë, 95.2, 90.8 janë frekuenca tona, 048 400 004 është numri joni telefonit, na shkruani dhe na